Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama I interpretimit javor. Java për ju nis me kartën burri, me energjinë e një figure mashkullore, ose me nevojën për të vepruar në mënyrë më të vendosur dhe të drejtë për drejtë. Për disa nga ju, kjo kartë mund të përfaqësojë një person konkret që luan një rol të rëndësishëm në ngjarjet e javës. Për të tjerët, burri flet për marrjen e kontrollit mbi një situatë dhe për nevojën për të qenë më aktiv në vendimet që duhen marrë. Kjo kartë vendos tonin e një jave ku veprimet do të kenë më shumë peshë se sa fjalët. Nëse ju jeni femra dhe është një burr konkret në jetën tuaj, atëherë energjia më flet për një person që mbetet I rëndësishëm në histori, por rreth të cilit ekzistojnë ende pengesa, distancë ose gjëra të pathëna. Megjithatë, unë do të thoja se lidhja nuk duket e mbyllur, përkundrazi, duket në një fazë pritjeje dhe vëzhgimi. Pra, ekziston një lidhje që ende nuk ka zbuluar të gjitha kartat e saj, por që nuk duket e destinuar të zhduket nga skena. Mali tregon një pengesë, vonesë ose situatë që kërkon durim. Mund të ndiheni sikur diçka nuk po lëviz me ritmin që dëshironi, ose sikur ekziston një distancë mes jush dhe asaj që kërkoni. Megjithatë, mali nuk flet për bllokim të përhershëm. Mali ju kujton se disa rrugë kërkojnë këmbgulje dhe se jo çdo pengesë është aty për t'ju ndalur. Spiranca sjell stabilitet dhe qëndrueshmëri. Edhe nëse përballeni me vonesa ose pasiguri, ekziston diçka në jetën tuaj që ju mban të lidhur fort me realitetin. Mund të jetë një person, mund të jetë një punë, mund të jetë një projekt ose mund të jetë një bindje e fortë personale. Spiranca sugjeron se baza juaj është më e fortë se sa mund të duket në momentet e dyshimit. Kopshti zgjeron panoramën përmes njerëzve, kontakteve dhe ndër veprimeve sociale. Një takim, një bisedë ose një mundësi që vjen nga jashtë rrethit tuaj të zakonshëm mund të ketë rëndësi të veçantë. Kopshti tregon se nuk është koha për izolim. Disa përgjigje mund të vinë pikërisht përmes njerëzve që takoni ose me të cilët komunikoni. Libri është karta e mistereve. Libri është karta e informacioneve të fshehura dhe njohurive që ende nuk janë zbuluar plotësisht. Mund të ketë diçka që po zhvillohet në prapaskenë ose një e vërtetë që ende nuk ka dalë në dritë. Libri ju këshillon të mos nxitoni në përfundime, sepse jo çdo kapitull është gati të lexohet menjëherë. Unaza sjell energjinë e angazhimit, sjell energjinë e marrëveshjeve dhe lidhjeve që kanë potencial të zgjasin. Mund të bëhet fjalë për një marrëdhënie, për një partneritet ose për një premtim që merr më shumë rëndësi. Unaza sugjeron vazhdimsi dhe përkushtim. Ajo tregon se diçka po kërkon të marrë formë më të qëndrueshme. Dhelpra e mbyll panoramën me një mesazh për kujdes dhe zgjuarsi. Mund të ketë detaje që nuk duhen anashkaluar ose situata që kërkojnë analizë më të thellë. Dhelpra nuk tregon domosdoshmërisht mashtrim, por ju këshillon të përdorni intuitën, logjikën dhe strategjinë njëkohësisht.
Pra mos pranoni gjithçka sipas pamjes së parë. Sfida e javës për ju është karta mbrojtësi. Pra sfida e javës mund të jetë tendenca për të mbrojtur të tjerët më shumë se sa veten ose për të marrë mbi supe përgjegjësi që nuk ju takojnë plotësisht. Mund të ndiheni të detyruar të kujdeseni për gjithçka dhe për të gjithë, duke harruar nevojat tuaja. Kjo kartë ju këshillon të gjeni ekuilibrin mes mbështetjes dhe vetmbrojtjes. Bekimi i javës për ju është karta distanca. Si bekim, kjo kartë është shumë interesante, sepse distanca mund të sjellë qartësi, sepse ju lejon të shihni një situatë pa u përfshirë emocionalisht në ta. Në disa raste, distanca tregon se një largësi fizike ose emocionale po ju mbron nga një vendim incituar ose nga një situatë që nuk është ende gati të zhvillohet. Ndonjëherë, hapësira është vetë bekimi. Në prizmë Oracle kemi kartën refuzimi. Kjo kartë nuk flet domosdoshmërisht për një refuzim aktual, por për frikën ose kujtimin ose plagën që lidhet me të. Ndonjëherë ajo që nuk ndodh është po aq mbrojtëse sa ajo që ndodh. Prandaj unë do të thoja se refuzimi mund të jetë një ridrejtim dhe jo një humbje. Pra, kjo javë kërkon durim, kërkon mençuri dhe aftësi për të mos nxituar drejt përgjigjeve që ende nuk janë gati të zbulohen. Ajo që sot duket si vonesë ose si distancë mund të rezultojë të jetë pikërisht ajo që ju ndihmon të shihni më qartë. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: mes pengesave dhe të pathënave, një fije vazhdon të mbetet e paprerë. Paç.